Shënimi I parë lidhet bashkëpunëtorisht me impaktin e luftës së Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, të cilën ne mbështesim plotësisht kundër makinerisë së regjimit kriminal të Teheranit mbi çmimin e naftës. Kjo është një rritje pashmangshme në të gjitha tregjet botërore dhe po ndodh në të gjithë botën pikërisht si pasojë e kputjes së zinxhirit të vlerës që qarkullon në shkëmbimet tregtare në një pikë strategjike siç është ngushtica e Hormuzit. Gjithsesi, nga ana tjetër, ne nuk do të rrim duar kryq përballë kësaj situate dhe siç e kam deklaruar në fakt kohë më parë, jemi sot edhe për shkak të kushteve të kësaj krize të papritur në momentin kur do të finalizojmë krijimin e një faktori shtetëror me impakt në tregun e brendshëm të naftës, I cili do të luajë rolin e stabilizuesit të tregut, do të ndikojë në rritjen e transparencës së çmimit, si dhe do të garantojë furnizimin në treg duke pasur në mbështetje një kapacitet shumë të rëndësishëm siç është garancia sovrane. Pra, besoj shumë se ky do të jetë një moment kthese për të përmbushur edhe një tjetër ambicie dhe zotim të marrë menjëherë me nisjen e mandatit 4 që nafta që tregtohet në Shqipëri të jetë një produkt në një nivel të pandikuar kaq fort nga luhatjet në tregjet ndërkombëtare. Dhe kjo është plotësisht e mundur. Paralelisht, Ministria e Ekonomisë ka ngritur një task force të përbashkët me Ministrin e Financave duke vënë në veprim administratën tatimore dhe doganore, nga njëra anë me qëllim rritjen e kontrollit në tregun e hidrokarburave dhe parandalimin e çdo rritje abuzive të çmimeve të karburanteve dhe nga ana tjetër për të studiuar me shpejtësi edhe një ndikim mbi fenomenin abuziv të rritjes së çmimit të ushqimeve. Ky grup operacional do të fokusohet me një plan të detajuar në të gjithë zinxhirin e tregtimit të karburanteve, si në shumicë ashtu edhe në pakicë, ndërsa çmimet do të jenë nën monitoring vazhdueshëm nga institucionet përkatëse. Po ashtu, projekt ligji për rezervat strategjike të naftës është tashmë në konsultim publik, përkon me këtë situatë, po është një nisëm e ndërmarrë kohë përpara krijimit të kësaj situate, parashikon një krijim rezervash që shtrihet nga 1 në 3 muaj të naftës, por e thash dhe më parë, ambicia jonë shkon përtej kësaj dhe besoj se në pak muaj qytetarët do të mund të prekin fillimin e një ndryshimi të shumë pritur në tregun e karburanteve.